Kur vjen fjala për pylljen e sodës, institucionet heshtin. Bashkia, por edhe administrata e zonave të mbrojtura, të cilët janë kompetentët kryesor për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e pyllit të sodës, duket se kanë ngritur duart përballë fenomenit të rënies së pemëve apo edhe ndotjes masive të tyre. Edhe pse her pas here zhvillohen disa aksione për pastrimin e pyllit të sodës, duket që aksionet kanë qenë vetëm për aty. Situata është krejt ndryshe. Pemë të rrëzuara, pemë të rëna dhe mbetje të shumta në brendësi të pyllit të sodës. Pylli i sodës në Vlorë jashtë vëmendjes së institucioneve, pemë të rrëzuara, të dëmtuara dhe mbetje të shumta. Edhe kjo panorama që të ofrohet sot në zonën e pyllit të sodës në Vlorë. Bashkia dhe zonat e mbrojtura duket se nuk e kanë as pak në vëmendje pyllin e sodës, ndërsa pavarësisht aksioneve të herpasershme, pylli i sodës vijon të mbetet në një gjendje të rënduar. Në një sipërfaqe të konsiderueshme të tij, pikërisht pemë të dëmtuara edhe nga dora e njeriu të rrëzuara edhe për shkak të motit. Por kjo situatë nuk mund të vijojë gjatë. Është një problematikë që kërkon padyshim zgjidhje dhe natyrisht që institucionet të kthejnë vëmendjen nga pylli i sodës.